po ima? Po që të bë? Po në përballë. Ja, sot s'pe fshi tavolinën. E se mira, nuk përshihet. Edhe mysafircion. Se di veç. Ndoket gati. Se dia jemi gati, a me fillu? Qa kena me folën me? Çka duhem folim sa na vërtet dikush ana nol dikush. Sonda e kena 50 podcasta në lugin. Po. Veç mi numru janë shumë, e që që keni realizu, unë nuk e di. Ti dësh më na tregu. Ti a din sa i ki realizu? Ja, nuk e di me numër hiç. Se di, mbi 20 jam. Veç tash këtë sezona e tretë. A sezona pari ka pas logaritëm, do më thonë minusoj, për afërsisht një 30, jam kon sezonën e para dytën edhe tash tretë. Okej, unë e gati gjysën e pas na vo numrit në këtë sezon. Ti hiç pa ndal. Hiç pa ndal. Okej. A e kena nisë, a që kena nisë? Nuk e di, po edhe nëse s'ja ka nisë, nëse zgjërojnë kamerat, po boj mohabet për veti. E mirë. Mirani po na konfirmon që ja pas nisë. Super. Tregon pak çështja e keni nisë. Mirë se kom ardhur. Mirë se ke ardhur. Shumë kurioze me ditë fillim për herë të parë kur keni vendosur me bëni podcast në Lugin. Pse ju ka ardhur që kjo ide, çush e keni menduar? A ju ka dalë çush e keni menduar? Vërtet na ka dalë bashkë që e kena mendu. Okej. Po jo në emisionet e para. Për shkak që emisionet e para, dy emisionet podcastit na i kena realizu gjatë pandemisë. Dhe me thonë një vjet ose dy para se me një zyrtarisht Spektri Podcast. I kemi gjiru me një lokal të Mbanoc, edhe ju në konën ambienti u konën shumë natural, dhe me thonë studio improvizume, tavolin, me ndryqim kështu natural. Mirë, ju në realizu dy, nuk i kemi transmetu. Pse qashtu? Dëshmi mi grumbullu dhe të copa edhe ta na mi transmetu, po ndërsa i gjirum dy të retën doket patëm një problem teknik diçka, e katërta kemi pas me gjiru muzikantët e Luginës, do t'janë 3 muzikanta, qatë dy që kemi gjiru, njoni prej muzikantëve të Luginës ka vdekën. Jo ai që ka pas me arë në emision, po një kolegi tyre edhe nuk pranun, edhe mandej e lam e shtytën për një javë dhe ditë, se veç pat me marrë vesh me ata emisioni i arshëm me qenë, edhe mbeti që shtu hinëm biseda qish me kriju studion tonë, se shumë me Miranin edhe kamermanës shumë jena maltretu ki teknikën me qua atje 2 orë me pregadit skenën, mas asaj më këthi prapë në televizion. Që këto jënë konë në emisionet e para që i kena gjiru. Alo i kena në arhiva, ato jënë të montume, së jënë transmitume. E di që ju konën misafiri parë, në studion e parë, më vërtet, në emisionin e parë jënë konën Gëzimi edhe e doni. Ajo kanë qenë emisioni parë, të njoni për emisioneve që jëm të e rujt, ajo me Gëzimin edhe e donin prap kemi pas rast në podcastet e ri, në serijet e reja me bisedu për qëto tema. Po në emisionin e dytë e kemi pasën Gali Beqirin, edhe kemi folë për periudhën 91-99. Periudha e Tërnocit, Gali Beqiri ka qenë ish kryetar i bashkësisë lokale të Tërnocit. Në atë kohë pozicioni ati ka qenë paka shumë gati si kryetari komunës. Edhe, dhe me thonë, shumë sende jënë publikua ati për herë të parë, që jenë aty i rujtën, edhe besoj që ka marrë momenti kur kira me publikua atë emision, a vërtet është emision vetëm une me babgjishi me dhondrin për balë. Edhe shumë sende ka pranu e kombind mi shfaqen, mi të regu, disa prej tyre gjërave i ka publiku edhe në libër, po dhe sende janë konfidenciale veç për mua. Që që ka marrë momenti ku mi publiku. Qëto në konë 2 emisionet e parë, një emision në konën
nuk e di, ndashtë Mirani ma përkujton njoni prej që ka dështu teknikisht me Zokin a pas problem. Ta në emisioni 4 të koni para pam që këto me këntartë. Super. Qështu. A për ndryshe podcastin, kur e kena nisën ideja podcastin, do më thonë, nuk e dia kam pasën në Trojë Shqiptare, ka pas të realizum. Do më thonë, ideja ka ardhen prej Miranit të përcjell podcasta në studiat amerikane dhe në Britanitë Madhe. Po kur e kena nisë e di që i na konë dërt. Do më thonë, zyrtarisht tash Spektri Podcast kur ka fillu, u konë mesin e podcastave të parë që ka fillu prej shqiptarëve. Okej. Qështë e kam prit njerëzit në atë kohë? Shumë u konë. A u konë mirë? Kur të më kujtohen emisionet e para që i kena realizu, edhe mas emisionit 2-3, dhe më thonë për herë të parë, unë që sa mirëna me media, dhe më thonë për herë të parë Lugin mas një kohë gjatë, për shkak që ka qenë ajo periudha 2003 deri në 2010 kur njerëzit s'kan pasur rrjete sociale edhe dëshira për më eksponu në televizion ka qenë e madhe. Po mas asaj periudhe, do të thonë për herë të parë kom pas kërkesë prej njerëzve me anë podcast. Sa mirë. Do të thonë diçka që u kon shumë befasuese edhe çast shumë u kon e kërkuar për shkak që njerëzit u patën ngarku prej emisioneve politike, prej emisioneve serioze, intervistave dhe kjo podcasti shumë ka qenë interesant. Për me emisionet e para, edhe pse ju kon tema lokale, po ju këshirë shumë. Dhe më thënë, kena pas shumë kritika pozitive prej edhe jashtë Luginës. Sa mirë. Qëto. Interesant, po se ideja shumë e mirë me fillu me bo diçka tre, po pastaj me prit mirë është një arritje më mirë. Për fat të mirë, podcasti ka fillu në kohën kur na kemi apliku të projekti i Këshillit Kombëtar Shqiptar për fondet e Kosovës. Edhe do të thonë, me fondet e Kosovës e kemi fillu ashtu na që kemi dashur. Do të thonë nuk na kanë mbështetën, çashtu që kena bënë kërkesat, çashtu na kanë mbështet. Edhe për që ato dhe ka dalën prej fillimit ka dalë shumë i mirë edhe ka dalë, dhe më thonë, vazhdon që emisioni 50, po është njëni prej emisioneve, dhe më thonë, ma jetë gjatë, kështu që ka qenë linear, periudhë caktume, se ka emisione që ju në baj që jemë ma në 3-4 emisione, hargjohen njerëzit, tani pauzohet, po kjo ka qenë një periudhë gjatë. Edhe, dhe më thonë, ma merë mendja që pse ka qenë i suksesshëm podcasti, që në fillim ka qenë për shkak që në fillim na kena pas edhe buxhetin, dhe me thonë, e ndam për ideën që e kena përcaktu për në fillim. Për në fillim, dhe me thonë, qështu e kena para pas skenën, dhe me thonë, misafert kush kanë mu realizu, i nga kontë gatshëm fillim, edhe mi pagu, se e kena di se çka po dojmë. Për fat mirë, misafert nuk kanë kërku, nuk kena hinë këse, po e kena pas në mendje për shkak që ka pas buxhet veç me, dhe më thonë, 10 emisionet e para më konë bombastike, dhe vërtet kanë dalë 10 podcastet e parë, shumë kanë dalë të mirë, ju në konë misafert njerëz të ndryshëm, temat ndryshme, edhe misafert cëlt ju në konë të mosht për me folë. Me folë së në kafe. Po. Interesant. Svedi, a ki pas rasti me në pa? Unë kom pas rast me në pa, tani në sezonin e dytë, nëse s'ga bëjë, kom qenë mysafirën podcast. Me kolegte me teatrit. Jo, mos ke qenë në emisionin e... Në sezonin e para? Sezonin e... Svedi me... Me Afeidën, me kushtrimin. Po, sezonin e para. U konë emisioni 4 të cegës. Okej. Po. Dhe me thonë, njëni për ative emisioneve që ka vazhdu mi tërhese, ato emisionet e para kanë qenën e para në duket me sport, tane shoqërit, shoqatat, muzikantët, dhe me thonë, njën konë kërësish grupe që cilët kanë pas shka me të regu, shka me folë, edhe shlirë kanë folë. Mandej, për shkak të me 3-4 emisioneve të para, kena pas, do më thonë,
ka fillu ajo shfaqja e njerëzve të rëndom. Do të thonë, gjithkush i ka dash me ardhë në podcast. Me fol Për gjana normale që ata i bëjnë Kisha më në kafe më të ke kur për më thirë në podcast. Okej, po të thirë, ama për shka kime folë, shka dush, vesh për më vijë atë në emision. Dhe më thënë, qashtu u patë kriju ajo klima që se i shifshin njerëzit për folin shlirë, lëshëm edhe nuk ishke shumë problem. Sa mirë, që ke shumë mirë. Se për një në vend vogël me realizu një emision që ka shumë jetë gjatë, gjithçysh dush me pas njerëz që kanë qef me ardhë në podcast, në emision, se ndryshe qysh me bo. E me zorë me i mora ata vrejen që kanë dasht më ardhë për i ki thirë si me hatër si kështu që mirë. Unë e di kur më ke thirë për herë të parë me unë të heqë podcastin, e komendu pak edhe u kanë shumë pak si dilem për mu, se hera parë që e këmë bëune një punë si moderatore, sakta ma në kështë më odheq një emision që ka gjatë, o kom pak sfiduse, po e di sakt që kom dasht edhe o kom kështë qëllim edhe dëshirë shumë e madhe që zakonisht mi pas në podcast e Mysafir Trit. Qëllimi u konë që me i tregu çka pi mungon trive, çka ka nevojë ata, çka po dojnë ata, pse po dojnë me ik ata. Se gjithmonë e kom nis në ato që nëse e merr dikon me një punë caktuar ose profesion caktuar, ai ndoshta për hatër të punës, të kolegëve, të politikës ka mu kufizu me dhënë domendime të sinqerta. E thësha trit folin shlirë, s'kam probleme se po më çat nesër dikush pi punës ose po më ndodh diçka, po u ka një farë sfide se tani pastaj kur janë sa më po, trit hezitojshin shumë më ardh. E kishin atë menimin që jo se mbullizojnë shkollë, jo që ka po menojnë tjertë, dhe që aty e kom po rrugës që ka njerë e ki qefin, mundësia të kryot me pas një studio dhe me realizu një emision, po ndoshta bashkë që ata që ki qefti mi pas një emision, jo gjithmonë kimi pas. Po tani rrugës, okej, kena pas një sakër ndryshëm. Unë nuk e di a kena diskutuna, para se, dhe me thonë, para se me martë e emisioni sezonin e tretë me udhëheqën, unë e pata vrej që mo veç këto gjenerata që janë pak ma të vjetra, gjenerata që janë njerëzit që janë vendi mars, dhe me thonë vetëm patëm fillu mu hargju për në emision, edhe këto vështërsit me ardë, jom zonë, ose shembol e thirsha dush kemi thirë njët Preshevës, njët Bujanovcit, a i Preshevës ma imponojke nëse thirë ketë zve. Unë, dhe më thonë, kishke edhe kësi raste, edhe e pas që është momenti i mirë me gjithë një, sidomos një femën, edhe dikush që ka një ftire e re, që ato dhe më thonë, kom insistu ti me marë. Për mu ma stresuse, po ma sfiduse u konë kur një orë për para gjirimeve të emisionit më lajmërëshin më falë, po nuk po muj më ardhë. Edhe dhe që ka me vota shkon me tirë, edhe për një me, jo për diçka, po në vendin ku na jetojmë e dim që zakonisht që ta njerëz dalin në kafe, takohen dikon dhe gjithë kohës japin menime për si cilin situatë që ka ndodhë. E kur i thirë në emision, që ata njerëz të njëjtë ndoshta nuk japin mendimet sinqerta. E unë gjithmonë kom insistu që të paktën me dhënë mendimet të realiteti, o që kjo, dikujt i dhem, dikujt si dhem, po që kjo është realiteti. Mi tregu njerëzve që me ditë me çka përballemi na, çush jetojmë na, çka po na mungon neve. Po u kam pak sfiduse, po prapë kom kalu mirë dhe për këta jam shumë falëndëruese. Ndoshta kemi gabu në disa raste kur i kena pas disa mysafir special, edhe para emisionit kemi diskutu gjatë, ka gjysore një orë, edhe mandej kur ishin mysafir në studio, dhe më thonë temat cëlt i bësh me shlirë, shumë lirë edhe shumë temat mira jashtë emisionit, në emision, ose mysafiri harrojke, ose ka thonë e kom tregus mos ta bëj dy herë. Do të thonë mendja që e kom tregu një herë mos ta bëj, do të thonë ka pas si rast. Ka pas edhe momente kur mendoj thesha mi ul në studio edhe me fillu me bisedu sikur kamerat nuk janë, adhe nuk kam fillu me xhiru, edhe me dal sa më spontan. Po pastaj thesha ndoshta një siklet kur ta kuptojnë se kjo ka një far prank me thon më sakt, edhe tani prap shkojshëm në formën klasike. Normal ju munu zakonisht me i prit mysafert shumë mirë dhe me i dhanë liria dhe munia ta rahat në intervista, po nuk është që s'kena kalu mirë, ka pas podcaste ku ju në fani, për shembull kena kalu shumë mirë, po ka pas edhe asi serioze që kanë tregu për punën e vetë shumë seriozisht dhe mu e mbje keq që disa mysafir vërtet sun kena arritën
mi shfaq në televizion emocionet e tyre. Realisht na i kemi përjetu këtu para emisionit, po në emision ka pas shumë raste, që njëri prej tyre u konë edhe Kaça, që para emisionit u konën shumë i hapun, shumë pani, shumë kimikesh, edhe mas emisionit, por në emision ka qenë shumë serios, shumë ka folën, shumë strek ndo sende, nuk së li shoke. A mendoj ke i biken mend që e ka thonë një herë, se diket që se ka thonë në emision, ka pas si raste. Njëni për atyre, që vërtet në dhimet Kaçën e kemi pas të dhe së në kemi qëzohet maksimumin. Po ka raste edhe prej për shembull kër ki pasi misafirt aktorët e Kumanovës. Po, paton edhe Ismaili, po, e vërtet. Shumë të hapën kanë qenë. Punën në ato emisionet në sezonin e parë edhe në dytën, si do mos sezonin e parë, kum pas shumë ju në konë misafirt interesant, shumë ju ka do kjo puna e podcastit interesant. Dhe më thonë, njëna prej atyre që e ka thi një farë barriere ju në konë në Hoxhollart. Kur i kum pas dy Hoxhollar, Olvijën edhe Vesimin, edhe tash populata edhe gjithë kushit të i njofë si njerës serios, ata dunë veç me folë për fe, plus mjekrosha të ditë, dhe më thonë shumë këta radikal, edhe kur i pruna në podcast edhe folë shmi kesh lirë kështu, dishka jashta, ata shumë me qefa pa të më pranu, dhe më thonë njona prej atyre që ja ka thi mendjen shikuzve që në podcast mundet më folën, mundet me më konë misafir shumë të mirë. Me dojnë pikornizave të punës vetë. Ju në konë Hoxhollar. Dhe më thonë, Hoxhollar ju në konë total jashtë asaj qka ju në shikus ju mësumi pa. Dhe më thonë kanë folë hajgare, kanë tregu ngjarje, kanë tregu vitsa, dhe më thonë, diçka që së konë normale. Kjo kona njona prej atyve rasteve, ndoshta kur vërtet edhe misafirt ju ndi shumë shdirë. Edhe misafirt tjertë, kur i kumftu, ka mendu, nëse Hoxhollarët shtrekt i në dosende, ati kam folën. Po, pëse në mësë në po. E mirë. Tjetra, gjithmonë, edhe kjo ka qenë edhe po besoj edhe qëllimi se nuk është që kom po jemi mundu zakonisht me u largu pi politikës. Se gjithkohës politik, në rrugë, në kafe, gjithkohë në punë, këtu jemi mundu mu distancu komplet, aty këtu një kritik ose një kërkes për ndihmë gjithmonë kanë me pas, se fundja ata janë ata që po janë këtu në vendin tonë, po qëta jena mundu shumë me bo dhe mu më ka pëlqy shumë si ide kjo që mos me folë për politikë, mos me lodh njerëz ma shumë se sa janë të lodhur. Kjo mu e çështja e misafirve politikan shumë ma kanë zonë për të madhe, dhe më thonë ala ka disa më mbajnë një nati ose pse nuk kom pranu ata mi pas. Ka pas raste kur shembull udhëheqësit e partive apo politikant kanë dashur me anë podcast për shkak mu shfaq me tregu atë anën pozitive të tyre, po asesi s'kom pranu mi përfshi në podcast. Për shkak që podcastin nuk e kum mendu asnjëherë që mundet mu shfrytzu nga ndonjë politikan si për interesat veta. Do të thonë, asaj i kum ikën edhe për fillim politik kum thonë tema politike s'folme këto. Më mirë. Mi ikën për çato edhe njëna prej faktorëve ndoshta që u konën podcasti suksesshëm është për shkak që për politikë s'u fol asnjëherë. Ka pas kritika ndaj politikës, po politikan nuk ka pas të involvuar asnjëherë këto. Shumë mirë. S'e di. Ndoshta ka qenë Xhadi, më duket, por nuk e di a derisa ka qenë kryetar i këshillit apo pas ose para. Pas nuk e besoj, po para me siguri. Para. Nuk jam i sigurt, po e di që s'kena folë shumë për politikë. Okay. Ose
Jo, nuk e di, nuk më kujtohet çka kena bën. E di që më duket po e kom pasën sigurt Xhadin. I vetmi përjashtim u konën Xhadi, edhe tash ose e kom pasën masi e ka marrë postin e kryetarit, ose para se me marrë postin e kryetarit, kur kanë qenë ai rreziku apo shuhet këshilli as po shuhet. Domethënë, jena konë të folëm për tema rreth këto keqpërdorimeve të fondit eksistente. Domethënë, çish kam i qasën, çish duhet më i qasë, çish më shumë me çse tema në marrë. Më duket. Se kom marru me këshire emisionin. Stiva i kanë kalu shumë. Qëto, tash s'pedi, emision kena pas mysafir shumë ndryshëm këtu. Emision interesant ka qenë edhe përkthyst kur i kom pas në podcast. Përkthyst zyrtar, domethënë përkthyst e vjetër, cilët kanë përkthy edhe gjatë kohës para luftës, edhe gjatë kohës luftës, edhe tash së fundme. Edhe ata, domethënë për herë të parë jon konë me një emision, edhe vërtet ka qenë interesant, se tregojshin shumë sende, disa para emisionit s'kan guxu mi tregu, po derisa kemi bisedu para emisionit, domethënë shumë sende mi kanë tregu që jon konë interesant. Përkthyes për ndryshe kanë shumë informacione. Pedi. E kanë atë konfidencialitetin që zguxojnë me tregu, ama kanë shumë informacione. Disa prej atyre i kanë tregu, shembull do sende do ngjarje komike ose serioze që i kanë pas në jetë ose në punë. E ka qenë diçka interesante. Ata kur i kom bindën me ardhen, shumë domethënë bisedimet kanë zgjatën për me kompletuhen. Jon konë të tret shumë të mirë, po e di që shumë gjatë, domethënë një 2-3 javë kena bisedu derisa i kom bindën me ardhen të tret. Edhe kur kanë ardhur vërtet ka qenë emision shumë i mirë. Ka dalë emisioni. Sa mirë. Që këto për emisioneve të para. Sezoni i dytë, muj me thonë që ka qenë pak ma stresus për shkak që kom pas shumë problem me siguru njerëz. Me thonë, vitin e kalum sezoni i dytë, kur kemi filluar fillim 2024-tës, ka qenë vërtet stresus. Për shkak që dojsha me majt atë trendin, standardin 3 mysafir. Po. Edhe shumë shpejt u harxhun mysafirët, zvishin për s'dyt, se to ishin kina konë njerëz që ngashin me folë, edhe filloi tani ai vërtet ai stresi i madh për me siguru. Mysafirët që ti e ki trashëguar. Ma ke qitë mund tani atë stres. Jo, për një u konë interesante dhe sot veçina në episodin e fundit të këtij sezonit, edhe po shpresoj shumë që sezonin tjetër kena me bëhet dhe pak ndryshime dhe ka mu konë pak marrë risi për shikuesit tonë çka po besoj që mundot me sjell Spektri podcast në sezonin e ardhshëm. Uroj ta kemi edhe një sezon se unë po foljes si me pas sigurt. Këtë sezon. Po prap u konë interesant, u konë përvojë mirë, u konë sfidu, stresu, secila punë ka stresin e vet. Tash tjetra është edhe na po kemi edhe plus angazhime tjera në për punë të tjera, dhe kur po na mbledhen punë, edhe kur po thot mysafiri jos po moj ose diçka po na do këtë siron, po. Ki sezoni jot sidomos ndoshta ka qenë problematik sigurimi i mysafirëve, po në krahasim me 2 sezonet e kalume një lehtësim kanë qenë sponsorët. Po, sigurisht. Ndoshta 2 sezonet e para kanë dikur këta mu bind, që ja vlen me hi me një emision, domethënë Royalin, kompaninë Royal edhe Viatori vërtet duhet mi falemderu shumë që kam besu në këtë projektin, në vazhdimin e projektit tonë, edhe kanë qenë një mbështetës, domethënë shumë i rëndësishëm për këtë sezon, domethënë pa ndërprer, për shkak që
Nuk e di. Nuk e di a kishmi mujtën me çu deri në fund. Është nevojshme një mbështetje e tillë dhe na për një më shumë sinqerisht I falenderojmë, po në këtë rast I bëjmë thirrje me na mbështet edhe sezonin e ardhshëm. E jo vetëm këto dy kompanitë vendore, po besoj kemi edhe kompani tjera cilat duhet me na u bashkangjit. Me këto besoj që do të vazhdojmë edhe në shtator, për shkak që jon të kënaqur me atë se çka kemi promovu këtu, po njëkohësisht kjo nuk është Spektri Podcast nuk është ndoshta ndonjë format I televizioneve nacionale. Royal Beverage përveç aspektit marketingut pak e ka shfrytzuar edhe rolin e mbështetjes, domethënë një mediumit lokal të cilën vërtet e vlerësojmë këtë iniciativë që ka dashur me mbështet një prodhim lokal I cili ka vazhdu, domethënë fakt tyre ka vazhdu hiç pa ndërprerje, domethënë prej momentit që kemi filluar deri sot emisioni I 50, edhe shpresojmë të vazhdojmë sezonin e 4. 51 tema tonë. Shpresojmë shumë. Ti çka ta merr mendja? A ki mendu kur të kom që kur s'kom pyetën, a ki menduan kur ta kom propozu, kur ta kom dhënë ofertën me udhëheq podcastin, që kemi dal deri në fund, çysh e ki mendu? Jo, hecë më ngushton. Unë zakonisht kur më propozon dikush me bashkëpunu para se me vendos, I kom ato dilemat, I mendoj mirë gjanat, se momentin që thom po, tani kitë vështërsitë e botës me mdalun deri në fund e qoj, edhe çështu funksionoj zakonisht në projektet e mia, edhe ka zgjat pak derisa e kemi vendos me bashkëpunu, se për mu kon hera parë, dhe normal që I kom pas ato dilema, çush po del, çka po ndodh, çush ka me funksionu. Po momentin që kom thonë po tani gjithkohës më kon full e përgatitur edhe çkado që ka ndodhur pengesë ose sfidë rrugës, më mundu me realizu secilin epizod edhe me çu deri në fund se normalisht nuk tërheq na mo. Na ki sill gazetën që shtojnë termine që kanë xhirimet. Po, edhe kja I nikon bashkëpunëtor shumë të mirë kuptueshëm për këtë jam falënderuese tepër shumë. Kom kalu tepër mirë, shumë energji e mirë u kon e punës me juve këtu, kështu që edhe ju ma keni lehtësu shumë. Se veç që tërshan telefon në qëtë orar, nuk mëjnë në qëtë orar tjetër, a mu I me gjiru. Mirani ma shumë u bëke në vazë. E di. Se Mirani për shkak projekteve tjera u dëshke me planifiku edhe unë edhe. Po këto krejt harron kur ti në fund e shese I ke realizu, për shembull unë 20 jo 50 komplet e keni boni punja, është zakonisht shumë të mirë edhe këto. Harron Mirani. Mirani. Edhe që shto, interesant. Sa minuta pas mëni? 27. Studi tjetër që e ke zhvlejtën? Ja ke zhvlejt me I thonë gjithë atyve njerëzve të mirë që jetojnë hala në vendin tonë, na e dim krejt qësh jetojnë, qësh funksionojnë, me çka përballën, me ardhmë, mi shprej ankesat, dëshirat, kërkesat, sa herë që dikush ju fton në emision, mos hezitoni se të njëjtat fjalë që ju I thoni zakonisht ankesat e njëjta ose lavdratat e njëjta ose falënderimet e njëjta që ju zakonisht I bëni në për puna, në për rrugë, në për lokale, të njëjtat mundi mi bë këtu, edhe veç mundi me promovu veten, është një mundësi shumë e mirë secilin për juve që e ftojmë, kur diçka në siklet nuk I bojmë, për ta të ju garantu. Vërtet po ki problemi ndoshta e zgjidhni në sezonin e 4. Po shpresoj. Unë kam një ide çush kena me drejt, po e shohim surprizë për sezonin tjetër. Po kena vështirësi po ka, domethënë prej atyre që po frigohen prej kamerës. Po ka prej atyre që po frigohen prej bullizimit. E vërtet. Sidomos ta të rit po frigohen që është një fenomen jashtëzakonisht për ne I mundim shumë edhe stresuese edhe unë vetë më kon në shkollë të mesme krejt që të procedurë tjetër se po kurse kom menu nëse dikush po mbollizon ose dikun po gaboj ose diçka. Unë zakonisht rrit jo mënu me motivu, mi thon momentin që ti je me një emision edhe jetu e dhon menimin tënd, ti dush vetë besim me pas edhe nuk duhet me t'interesu çka mendojnë tjerë, se gjithmonë çka do që ti bën në jetë, këto po them edhe prej vetes. Ti kur nuk kemi kënaq krejt njerëz, gjithë kanë me pas një sy kritik, një menim negativ, ato veç mundon më kon ndihmesa që ti rrugës me ta përmirësoj jetën ose punën. Momentin që ti nalesh se çka mendon tjetri,
tani është për një problem shumë i madh. E po shpresoj të trit kjo me ndryshu se është për një mundimshme me jetu se çka menojnë të tjerët ose gjithkohës me komplekse dhe me menu për paragjykime. Sidomos kur jeton me një vend vogël. Kjo është edhe më e theksuar, kështu që po besoj që kanë me kalu se për ndryshe s'di çka kanë me bë. Duhet me bo një zgjidhje, ose me fillu mi shpik të mysafert AI, edhe pja johmi një temë aty nëse çka kina me folë, na i pyet mi ata na përgjigjen edhe kështu. Ndashta e drejtojmë këtë vend dyqysh përmes robotëve. Po bash. Se di, që se mirë. Që kaq. Që kaq për neve, kush e dhe mirë, kush e dhe ditën e mirë. Shumë faleminderit edhe një herë Royal Beverage edhe Viatorit Frostin edhe ujin shumë i kanë të mirë e vërtet, qëto i kanë janë special që gjithë misafer gjithë shikuzve se u lidha me misafer gjithë shikuzve isha propozu me provu si ta nisni me ujin me limon ju garantoj që s'keni mundal, veç që si të. Vërtet, ani tash vera nxat, këto veç të freskojnë. Po, kanë shije shumë mirë edhe ajo shumë ma kresoria është jënë tonët. Dhe më thënë, jënë prodhim vendor nga kompani vendore, me të punsum njerëz tonës tonë, shqiptarë, që që gjithë shka lidhet njëni me tjetrën, edhe që që sikur ata që na kanë ndihmu neve në emision, unë i ftoj shikusit me ble ujin edhe me provu Royalin, edhe njëkohësisht uj, keni me pi se keni me pi, kështu pine Royalin ma mirë, edhe e mbajnë gjallë jetën sociale për gjithë. E vërtet. A Viatorin, tash, Viatori është gjigant. Po. Nëse keni me pru diçka për transporte, diçka gjithçysh. Këta nuk e di a kanë nevoj s'pedi për këse shikust e rëndomt po e di që do bagera do shka s'pu bajnë në për Evropë që që kush ka nevoj Viatorin Viatori mo bo kompani ndërkombëtare edhe është e njoftën për shka e du mas shumë ti Viatori, për shka pëlqej për shka se tash nuk po m'dalin mo në për rrugë do kompani tjera, do turgjve, po m'del Viatori, dhe më tonë në për rrugë, kryesisht në për autostrada, po m'del Viatori. E kjo po m'pëlqen, po m'bjen m'mbur që një kompani vendore ka este para. Funksionale dhe shumë madhe. Edhe i dëshirojmë shumë suksese. Qëtashto. Të bëna pak reklamë, u isha me bimë për 7 orë, dhe njëherë. Ata të e kuptu që najna të bo. Reklam për këtë punë. A i gore pak, po sinqerisht, normalisht që janë shumë të nevojshme mbështetësit për secilën do punë, e sidomos në media. Kështu që po shpresoj me na ushtu në sezonin e ardhshëm, gjithë ata që kanë një produkt vendor, çfarëdo biznesi që funksionon vendin ton, i bëni marketing punës juaj, edhe na funksionojmë me punën tonë dhe në fund të gjithë të lumtur. Po. Shpresojmë shëndet edhe shpresojmë shtator të rifillojmë sezonin e 4 me disa risi dhe tema tjera. Shumë surpriza, ma saktë me thanë. Okej, pra. Ape mbylle? Jo mbyllet. Faleminderit. Kështu pa mbyllë. Po ashtu zyrtarisht. A din që një kohë para deri para 10 vjetëve, në fund të emisionë, do është zyrtarisht. Okej. Faleminderit që ishin pjesë emisionit. Shikues të dashur, për mua ka qenë jashtëzakonisht kënaqësi me përjetu krejt këtë rrugtim të podcasteve prej fillimit deri në fund këtë sezon bashkë me juve. Jam shumë e lumtur për krejt çka jemi mundu me transmetu para juve, po besoj që edhe ju jeni kënaqur me neve. Ne shihemi në sezonin e ardhshëm, po shpresoj nëse jemi mirë. Unë ju uroj shumë shëndet edhe pushime të këndshme këtë verë, edhe deri atëherë mirëmbëçi. Mirëmbëçi.